Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshkut. Do vëmë leximin e juaj dhe do fillojmë me letrën e parë, 6 të shkupive. Jeni apo do të ndodheni së shpejti në një moment ku njohja dhe suksesi janë të merituar. Ke dalë nga një sfidë e madhe me kokën lartë, apo do të dilni me kokën lartë nga çfarëdo lloj gjëje që ju kam mbajtur deri sot aty. Ke dalë pra dhe të tjerët mund të shohin fuqinë absolutisht që ke ndërtuar. Këshilla nga kjo, duhet fillojmë të dashur peshqi të pranoni komplimentet, të pranoni suksesin pa ndjesi faji. Është në rregull të ndihesh krenar për veten, që je shembull dhe që je shembull për të tjerët, por ta pranosh që dhe ti ke qenë atë errësirë që ke kaluar tashmë në të kaluar, ta themi ashtu. Një errësirë që tashmë ke kaluar, ndjej nevojën për të kremtuar. Jeta po kërkon të mbash shumë topa në ajër nga këto që po vinë, punë, ndjenja, vendime personale. Je në një kërkim të ekuilibrit. Vendos prioritet të dashur. Këshilla e letrës është: jo çdo gjë që kërkon ka përgjigje tani. Zgjidh me të rëndësishme dhe mos harro të kujdesesh për trupin dhe kohën tënde. Absolutisht, nga që tani të duhet balanci i përhershëm dhe ta mbani këtë gjë. Tani, me këtë që po shikoj nga një periudhë të errët, kogja të errët, jeni duke ka përcyer të dashur peshqi dikujt që do jeni kogja të zënë me gjërat e juaja, të suksesit, duart trokitjet apo një lloj mënyre krenaria. Të shijojmë gjitha këto gjëra, nga që do vini së shpejti, do gjendeni përpara zgjedhjeve të rëndësishme që do të përfshin zemrën, integritetin apo vlerat e tua. Mund të jetë një marrëdhënie që kërkon vendim ose një rrugë që kërkon përkushtim të vërtet. Këshilla e kësaj letre të dashur zgjidh nga zemra, por mos harro vlerat që ke. Duhet ta pyesim gjithmonë vetëm, këto zgjedhje që po bëj janë me përputhje me ato që dua? Mos po bëj kompromis me shpirtin për hir të dëshirave të përkohshme, dhe kjo është ajo që do ju bëj të zgjidhni më të mirën e duhur. Me rëndësi është që keni kaluar nga ajo errësirë në dritë, duke parë veten dhe ja ku është koha për të marrë rolin drejtues në jetën tënde. Nuk mjafton të ndjesh, duhet të ndërtosh, të organizosh, të vendosësh kufi. Do thotë i keni në dorë tani të gjitha gjërat të dashur për të arritur atë sukses, atë fitore të juajn. Je arkitekt i jetës tënde. Struktura, vendosmëria dhe stabilitet janë forcat që ke brenda vetes. Përdori e mos i bëj të kundërtën. Natën kur ndoshta faj, ankth, vetë kritike që po e ndjek, po të vjen thirrje për të parë realisht çfarë të shqetëson dhe për të ndarë këtë peshë. Të dashur, këto janë vetëm në kokën e juaj. Shpesh ankthi që ndjejmë është më i madh se realiteti që na pret, dhe ajo që është e bukura, më e bukura, po fillojmë me një fitore dhe po mbarojmë me këtë letër të bukur që thot: pavarësisht turbulencave, fundi i kësaj rruge është i mbushur me dashuri dhe përmbushje emocionale. Është një kujtesë që dashuria dhe uniteti janë të mundshëm. Absolutisht, sado që nuk e keni besuar apo kishit humbur besimin, nëse është për dashuri, nëse për çfarëdo që është, janë të mundura, janë të mundshme këto suksese, janë të mundshme këto arritje, për çfarëdo që të jetë të dashur. Mos humb asnjëherë shpresën në marrëdhënie, në punë, në dëshirë, në familje, në çfarëdo që të jetë, nga që jeta na sprovon me shumë gjëra dhe kjo duhet të jetë përkundrazi, të ju bëjë më të fortë. Ndërto dhe zgjidh me dashuri. E ardhmja ka potencial të madh të dashur peshqi për të qenë shumë më e ndryshme se sa netët që ke kaluar të vetëm në mendime të rënda, në ankth, dhe duke i rritur ato më shumë se që kanë qenë. Pra, po fillojme një periudhë kogja të bukur. Nëse nuk jeni aty, do të jeni së shpejti në një moment vërtet njohje të suksesit dhe do t'i keni duart plotë. Mos lejoni që
këto mendime të ju shtyen prap të ju kthejnë aty në atërsirë ku keni qenë dikur.